Gjykata e Tiranës shpalli fajtori Ilir Beqarajn për ekzekutimin e ish policit të burgjeve Gentian Bejtja. Ai u dënua me 24 vjet heqje lirie. Atentati i 15 marsit të 2024-s brenda rrethimit të shtëpisë së Bejtjes rezultoi fatal pasi 30 plumba nga 50 gëzhoja që u gjetën e lanë atë të vdekur në vend. Krimi ndodhi në fshatin Larushk të Fushkrujës, ndërsa vetëm pak momente pas ekzekutimit, policia gjeti një automjet Land Rover të djegur në një rrugë dytësore që nga hetimet u zbulua se është përdorur nga autorët në vendngjarje. Pas djegjes së makinës, i dënuari ndihmoi atentatorin Flodian Plaku të largohet. Ky i fundit humbi gjurmët deri në 3 gusht të 2025-s, moment kur ra në prangat e policisë. Hetimet nxorrën zbuluar se Ilir Beqaraj, përpara se të kryej atentati, e ka vëzhguar Gentian Bejtjan pranë shtëpisë së tij me po të njëjtin mjet, gjë që është provuar nga GPS-i i makinës që kishte marrë me qira për të kryer krimin. Gentian Bejtja ka rënë edhe më herët pre disa atentateve të mbetura në tentativë në 2016-ën, në 2022-shin dhe në korrik të 2023-shit. Për këtë të fundit, ish polici i shpëtoi atentatit, ndërsa viktim mbeti kunati i tij Ramazan Sino dhe u plagosën 2 fëmijët e mitur, 10 dhe 13 vjeç. Dyshimet janë se vrasja e tij lidhet me disa krime të ndodhura në Tiranë, Durrës dhe Fushkruj, për të cilat viktima ose ka qenë pjesëmarrës ose ka patur dieni.